Të shtunën në Rjoll pritet të zhvillohet një protestë kombëtare kundër projektit që ka ngjallur debat në zonë. Banori i Rjollit Prek Molla deklaroi se në protestë pritet një pjesëmarrje e lartë e qytetarëve nga mbarvendi, duke lidhur këto mobilizim me situatën e krijuar në zonë dhe vendosjen e gardhit, të cilin e krahasohen me rastin e Zvërnecit. Sipas Mollës, qytetarët do të mblidhen për të kundërshtuar atë që ai e konsideron si pengesë të padrejtë, ndërsa paralajmëron se gardhi i ngritur në Rjoll do të shëmbet gjatë protestës. Vend që në Rjoll të hiqen telat me gjemba, atje i vun telat me gjemba. Kështu që ditën e shtunë besoj që ata tela me gjemba, ai mur, ai burg do qemet. Unë nuk e kuptoj se si ka mundësi që në fshatin Baksa Rjoll që ka fillu protestat tash 4 muaj të pandalshme dhe spaku nuk e mori çështjen në shqyrtim pasi ja kaloi Shkodrës. Ku tek Shkodra nuk kemi asnjë lloj shprese. Molla shprehet gjithashtu i habitur me ritmet e hetimit të institucioneve në rastin e Zvërnecit, ndërsa për çështjen e Rjollit, sipas tij procedurat po zvarriten. Ai bëri thirrje strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK që të marrë në shqyrtim dhe të hetojë këtë çështje. Kështu që i baj thirrje SPAK-ut që të merret parasysh dhe të merret në hetim nga ju kjo çështje ku Zvërneci ka të njëjtën formë, ka të njëjtën mënyrë, ka të njëjtën ngjyrë si Baksa Rjolli. Unë e di që edhe Baksa Rjolli është i Shqipënisë. Ne nuk kena asnjë lloj force politike, këta janë shoqëria civile ku ata janë të gatshëm të kontribuojnë për heqjen ose largimin e Edi Ramës nga pushteti, gjithashtu edhe të Sali Berish, sepse është vetmi vend në Ballkan ose edhe në Europë që nga 2005 dhe 2026 kanë vetëm 2 kryeministra. Ndër të tjera, banori i Rjollit shpreh bindjen se protestat që po zhvillohen në Tiranë do të arrijnë objektivat e tyre dhe do të ndikojnë në zgjedhjet e problematikave të ngritura nga qytetarët.